pres që të hartohet edhe strategjia e përbashkët dhe të krijohet brigada e parë shqiptare, në përbërjes cilës do të ishin djemtë dhe vajzat më të mira të kësaj Shqipërie të epërme, siç e filluam në fillim, dhe pjesës tjetër të kombit. Profesor, si ta kuptojmë pse Aleksandar Vučić u shpreh duke nxjerr tani, si mund ta themi kokën, që ishte ai ideatori i Ballkanit hapur dhe çfarë do thotë kjo? Që është e vërteta, edhe kjo çka e pohoi ai nuk është krejt e vërteta. Nuk ka qenë as ide Ali Ahmetit siç pretendonte Edi Rama t'ja jepte autorsinë Ali Ahmetit, as e Edi Ramës, as e Aleksandar Vučićit. Ajo ishte në institutin tonë për studime gjeopolitike kemi pohuar këte në analizat që kemi publikuar. Ajo ishte ide e Institutit për Studime Evropiane të Akademisë Ruse, e cila ishte përcjell pastaj Beogradit për ta rikthyer Serbinë në qendër drejtuese të Evropës juglindore dhe në shtet dominues, sidomos në rrafshin ekonomik, por edhe për t'i dhënë një alibi shkputjes nga ndikimi i Brukselit dhe Washingtonit. Këtë hulli ishin futur gabimisht edhe kryeministri i Shqipërisë politike edhe ish miku i Ali Ahmeti. Pra Rama humb pik me këtë. Natyrisht shumë madje, dhe po të kishte një pjekuri më të madhe politike, do të duhet ishte një ndoshkim shumë i madh. Profesor, ju keni kushtuar vëmendje raporteve me Greqinë. Në ditët e fundit ne kemi pasur disa zhvillime Tirana, por edhe Prishtina po ashtu, sepse ishte ministri i mbrojtjes, dikur ish ministri i jashtëm Dendjas, njohës mjaft i mirë i çështjes së Ballkanit, por me Kosovën tani vetëm njohja mungon, edhe duket sa më shumë edhe më afër po vjen. Sipas mediave greke, Shtetet Bashkuara të Amerikës i kishin kërkuar Greqisë, pra një shkrimi 2 ditë më parë, që të mbështeste idenë e Kosovës në NATO, që lobuan edhe 3 kongresmenët. Por për të ndalur fillimisht tek raportet me Shqipërinë, pra ishin veri tani zbresim në jug. Si shikoni ju raportet me Athinën në tërësi? Ne do të duhet kultivonim raportet mira me shtetin tonë fshinj, me Greqinë. Dhe që është e vërteta, pala shqiptare ka pas predisponim të vazhdueshëm për të ndërtuar marrëdhënie të mira fqinësore. Vizita e fundit e kryeministrit të Shqipërisë politike në Greqi ka qenë objekt edhe një analize time që kam publikuar para një jave. Gjithsesi, këto raporte duhet të forcohen dhe të jenë të ecim drejt krijimit të marrëdhënieve sa më të mira mes dy kombeve tona fqinje për mijëvjeçar të shumt. Çështja është se si duhet shtruar këto marrëdhënie dhe a guxojmë të bim në kurthin që mund të na krijoj raporti i Shqipërisë politike dhe Kosovës, kombit shqiptar tërësisht, me Greqinë në raport me shtetet tjera të interesuara për ndikim gjeopolitik në Ballkan. Ne patëm një marrëveshje fill pas asaj marrëveshje që u arrit në Athinë, patëm një marrëveshje tjetër ku involvohej Britania e Madhe, me që në marrëveshjen paraprake involvohej Franca. Dhe këtu është ndoshta thembra e akilit për çka do të duhej kujdes më i shtruar. Gjithsesi, interesimi i fuqive evropiane për Europën juglindore dhe mund të konsiderohet si pjesë e historisë në vazhdimsi. Por çështja është se ne do të duhej që të kishim kujdes që të mos cënonim interesin tonë afatgjatë kombëtar. Në perspektivë mendoni që ndoshta mund të flasim jo për vite, por për dekada që të zgjidheshin problemet tona nga ligji i luftës, problemi i kufirit detar, pretendimet në jug, aq më tepër tani sipas mediave me një kusht i Greqisë që 200.000 shqiptarë që jetojnë atje të trajtohen si minoritet grek. Pra pretendimet pafund, duket sikur edhe ka një përbashkët mes Greqisë dhe Serbisë, është kisha mbrapa që pavarësisht viteve pra punon për shekuj.
Shqipëria do të duhet të dialogonte me Greqinë nga pozicioni i barazis, i reciprocitetit të plot dhe jo i ndërvarësisë. Greqia sigurisht që ka parasysh në mbështetjen e fuqishme të Shqipërisë së vogël gjatë gjithë periudhës së luftës civile në Greqi. Kanë mbijetuar me qindra emigrant grek në jugun e varfër të Shqipërisë dhe populli shqiptar i ka mbështetur. Këtë në një mënyrë ose në tjetër do duhet ta kishim parasysh ne edhe momentin e transformimit të sistemit kur një lumi det pothuajse shqiptarësh i mësyn në Greqinë. Këto raporte duhet shikohet dhe duhet të insistohet që të hiqet ligji i luftës. Nuk ka kuptim asnjë marrëveshje, tutje me Greqinë, falni, në rast se nuk do të hiqej ligji absurd i luftës me motive krejt si shovene. Ndërkaq çështja e presionit se nuk më iku çështja e presionit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në raport me Greqinë, për cilën kanë shkruar mediat greke ndërkohë për votën mbështetjen e idesë së kongresmenëve amerikanë për përshpejtimin e procesit të angazhimit të antarësimit të Kosovës në NATO. Po kjo është ky ishte një lajm i mirë, që është e vërteta, sepse